Vargjet e poezisë Testament të Kujtim Paçakut janë frymëzim për ekspozitën me të njëjtin titull në Galerinë Çahili. Vijnë si reflektim i fuqishëm mbi identitetin dhe përkrahjet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për përballje me sfidat historike. Portretet e personaliteteve të kësaj ekspozite thrasin për reflektim e ndërgjegjësim. Përmes portreteve dhe rrëfimeve të 20 profesionistëve nga këto komunitete, ekspozita shpalos talentin e përkushtimin e tyre në fushat përkatëse, por rrezaton dhe fuqinë për të sfiduar stereotipat dhe për të ndërtuar realitetin ku ekzistojnë diversiteti dhe barazia. Fotografit i shfaqin protagonistët nga vendet e tyre të punës. Ato janë shkrepjet të fotografit Arben Lapashtica, ndërsa ekspozita është kuruar nga Eliza Hoxha. Ajo e ka vlerësuar ekspozitën si mundësi të jashtëzakonshme për të njohur personalitete, për të cilat nuk kemi pasur rrugën e përbashkët dhe mundësinë për t'i njohur. Kjo ekspozit mundohet me i sjell këto personalitete edhe për neve, që jo gjithmonë jemi takuar, por edhe brenda vetë komuniteteve për të njohur më mirë dhe për të vënë dritë mbi ata dhe ato që ja kanë dalur. Dhe rruga nuk ka qenë lehtë dhe nuk ka qenë pasfida. Por ata dhe ato ja kanë dalur dhe ata janë fanar edhe për të tjerët që në Kosovë ka mundësi që ëndrat të bëhen realitet, ka mundësi të ishtë pjesë e barabartë dhe institucioneve, jetës publike dhe jetës që ti do të projektosh të zhvillosh tutje. Por kjo nuk bëhet vetë. Me për faktin që nuk bëhet vetë kjo organizim e tregon. Pjesë e ekspozitës midis tjerash është mësimdhënësja Indira Jashari. Ajo ka punuar në media e prej 8 vjetësh punon me nxënës të shkollave fillore. Jashari shpreson që rolet model të ekspozitës të frymëzojnë brezat më të rinj. Më vjen mirë që sot unë jam përzgjedh një rol model nga komunitetit rom, sidomos që është edhe galeria me termin Testament të Ndjerit të Kujtim Paçakut. Ndjem shumë e privilegjuar dhe e respektuar. Është kënaqësi me pa veten në këtë mes të shumë profesionistave të ndryshme, një ndër to që jam edhe unë. Ekspozita ka qenë edhe një lloj homazhi për Paçakun. Në një pjesë të galerisë është ilustruar edhe poezia e tij Testament, që emërton ekspozitën në Galerinë Çahili. Drejtori i organizatës, zëri i romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve, Isak Skenderi, ka thënë se ekspozita ka emër simbolik për komunitetin rom dhe se ai buron nga veprimtaria e Paçakut. Ne deshtem përmes portreteve të njerëzve të zakonshëm në vendet e veta të punës, të tregojmë se pari pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkalit egjiptian mund të jenë aktiv dhe të jenë pjesëmarrës aktiv në shoqëri dhe të japin kontributin e vet për familjen e vet, por shoqërinë gjithashtu, derisa ekziston mundësia për të arritur deri aty. Kur folim për komunitetet të rom, ashkalit egjiptian, për fat të keq gjithmonë e përmendim aspektin e marginalizimit, i cili kapet me varfrinë dhe përjashtimin. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për 3 javë në Galerinë Çahili.